Projektligji për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundraligjshme është nxjerrë për konsultim publik me synimin për të përmbyllur reformën në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të territorit. Sipas relacionit shpjegues, fragmentimi aktual i kompetencave mes Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit dhe strukturave vendore ka sjellë mungesë uniformiteti dhe kontroll jo efektiv në territor. Për këtë arsye, projektligji propozon ngritjen e Inspektoratit Qendror të Territorit, Mjedisit dhe Pyjeve, një strukturë e re centralizuar me shtrirje rajonale dhe zyra vendore, e cila do të përqendrojë të gjitha funksionet inspektuese, por inspektimi do të jetë në nivel qendror. Projektligji parashikon forcimin e mekanizmave të kontrollit dhe disiplinimit të punimeve ndërtimore, duke garantuar që çdo aktivitet të zhvillohet në përputhje me lejet e miratuara dhe legjislacionin në fuqi. Struktura e re synon rritjen e efikasitetit, profesionalizmin e trupës inspektuese dhe garantimin e një procesi transparent e të pavarur nga ndikimet e jashtme. Njëkohësisht, projektligji harmonizohet me ligjin e ri për inspektimin në Republikën e Shqipërisë dhe me praktikat bashkëkohore të administrimit publik. Ndryshimet e propozuara parashikojnë gjithashtu standardizimin e praktikave inspektuese në të gjithë territorin e vendit, përmirësimin e koordinimit mes nivelit qendror dhe atij rajonal, si dhe uljen e ndërtimeve të kundraligjshme. Nëse projektligji miratohet në formë aktuale, pritet një centralizim i plot i inspektimit të territorit, me synimin për rritjen e efikasitetit, shmangjen e fragmentizimit institucional dhe forcimin e zbatimit të ligjit në mbrojtje të territorit. Projektligji nuk parashikon kosto shtesë për buxhetin e shtetit, pasi strukturat ekzistuese do të riorganizohen dhe do të funksionojnë në varësi të Inspektoratit Qendror.